E pra të dashur miqtë e mi, përshëndetje. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë të gjitha detajet dhe të gjithë këtë ngjarje. Dua të ndaj një histori që një djalë është penduar jashtëzakonisht shumë për një veprim që ka bërë në jetë. Fatkeqësisht në ditët ku ne jetojmë, nuset nuk është se i duan vjerat e tyre, i shikojnë si gjën më të shëmtuar në jetë, e shikojnë si pengesën më të madhe në jetë, dhe në të gjitha format, në të gjitha dimensionet, mundohen që të zgjedhin një jetë ndryshe të tyre. Dhe pikërisht rrëfimi që sot unë do të ndaj me ju, ka të bën me një familje e cila dikur ishte shumë e lumtur, do me thënë nënë dhe birë ishin shumë të gëzuar, po që me ardhjen e nuses në atë shtëpi, gjërat ndryshuan rënjësisht. Nuk ka dhimbje më të rëndë, thot, se sa ajo që lind nga një gabim që e kupton shumë vonë. Unë jam biri që zgjodha heshtjen, por jo drejtësinë. Jam djali që zgjodhi të ruaj një martesë duke thyer zemrën e nënës që e riti. Dhe kjo histori nuk është për të kërkuar mëshirën, është për të treguar se si humba veten duke lënë vetëm njeriun që s'duhej ta lija kurrë. U rita vetëm me nënën time. Babai na la shumë herët. Dhe që nga ajo ditë, nëna ime u bë gjithçka. U bë nën, u bë baba, u bë mbështetje, u bë edhe shpresë. Ajo nuk u ankua asnjëherë. Punonte ditë edhe natë. Më riti me sakrifica, shpesh duke mos bler asgjë për vete që unë të kisha gjithmonë realisht atë gjë që më duhej. Kur u rita, ajo kishte vetëm një dëshirë, të më shihte mua të lumtur. Kur u martova, mendova se po filloja kapitullin më të bukur të jetës time. Nusja ime ishte e re, e bukur, e bindur se po linte pas një jetë për të ndërtuar një tjetër jetë me mua. Në fillim gjithçka më dukej normale, por me kalimin e kohës, ftohtësia ndaj nënës sime u bë tepër e dukshme. Nuk ishin fjalë të drejtë për drejta, por ishin gjeste, shikime dhe heshtje shumë të rënda. Nuk ndihem rehat me nënën tënde. Më thonte këtë gjën shpesher. Nuk e duron ndërhyrjen e saj. Vazhdonte. Nuk mund të jetojmë kështu. Këto ishin muhabete që unë realisht i ndëgjoja çdo ditë. Nëna ime nuk ndërhynte. Ajo përpiqej të rinte në hije, të mos të fliste shumë, të mos kërkonte asnjë gjë. Por për nusen time, vetëm prania e nënës time ishte problem serioz. Çdo gabim i vogël i saj kthehej në debat. Dhe unë nuk e dija fare se çfarë të bëja. U gjenda realisht mes dy zjarreve. Nga njëra anë gruaja që kisha zgjedhur për jetën, dhe nga ana tjetër nëna që mua më kishte dhënë jetën. Në vend që të isha burr dhe të flisja drejt, zgjodha rrugën më të lehtë, e zgjodha heshtjen. Fillova t'i thosha nënës time me një ton irritues mos u përzi. Rri pak më në vete. Mos u merr çdo gjë për zemre. Ajo nuk fliste. Ajo vetëm më shikonte me sy që nuk i kisha parë kurrë më parë. Nuk ishin sy zemërimi, ishin në sy të zhgënjimit. Dhe kjo më vriste më shumë se çdo fjalë realisht.
Një ditë nusja më vuri përballë zgjedhjes më të vështirë. O unë, o nëna jote. Dhe unë gabova. I thash nëse të largohej, i thash unë nënës time që të largohej, jo me fjalë të ashpra, por me vendime që flasin më fort se fjalët. I gjeta një shtëpi të vogël, i thash se do t'ishte më mirë për të gjithë. I premtova se do shkoja shpesh që ta shihja. Ajo nuk qau, nuk më mallkoi, vetëm më tha, biri im, mjafton ti shpirt të jesh mirë. Kur mbylli derën pas vetes, shtëpia u mbush me qetësi, por zemra ime realisht u zbraz. Ditët kalonin, vizitat u ralluan, telefonatat u shkurtuan. Çdo herë që doja të shkoja tek nëna, gjeja një justifikim, lodhje, punë, debate në shtëpi dhe nëna ime priste, gjithmonë priste. Një ditë shkova pa paralajmërim. E gjeta më të dobët, më të heshtur. Shtëpia ishte ftohtë, ashtu si ishte buzëqeshja e saj. Më përqafoi fort sikur të kishte frikë se do largohesha sërish shumë shpejt. Nuk dua të të shqetësoj, më tha, e di që e ke familjen tënde. Aty e kuptova sa vetëm e kisha lënë. Sot jetoj me këtë peshë çdo ditë. Martesa ime nuk u bë më e qetë. Problemet nuk u zhdukën dhe nëna ime, ajo u plak në heshtje. Unë humba respektin për vete, sepse njeriu që haron nënën, humbet rënjët e veta. Kjo histori realisht nuk është për të fajsuar nuset, as burrat e as martesën. Është për të treguar se heshtja e gabuar shkatëron më shumë se çdo konflikt. Se nëna nuk është pengesë, por është bekim. Dhe se një burr i vërtet nuk zgjedh mes nënës edhe gruas, por ditë t'i mbrojë të dyja me shumë drejtësi. Unë them realisht që për ato të cilët presin që të humbasin jetën e tyre, të humbasin përditshmërinë, duan ta kuptojnë, mos prit ta humbasësh për ta kuptuar se sa shumë vlen. Sepse një ditë kur të mbetesh vetëm me mendimet e tua, do të kuptosh që disa gabime nuk rregullohen më. Realisht këto janë realitetet e familjeve shqiptare, realitete që humbasin njerëzillikun duke mos u munduar që të pranojnë realitetet në jetë. Por, unë mendoj që e bukur është që të gjithë të jetojmë zemërqër.